atakuar pasi u pan mbi qiellin e Tiranës mëngjesin e kësaj tomakure. Avionët luftarak amerikan duket se kanë arritur në destinacionin final. Ishte ministri i Shqipriot i Mbrojtjes Vasilis Palmas, ai i cili konfirmoi për mediat vendase se aeroplan ushtarak amerikan të transportit janë stacionuar këtë tomakur në Shqipëri, por theksoi se ata nuk janë në ishull për të ndërmarrë përsipër misione luftarake. Duke folur në transmetuesin shtetëror CBC, Palmas tha se aeroplanet amerikanë që ndodhin aktualisht në bazën ajrore Andreas Papandreou në Pafos nuk janë avion luftarak, por aeroplan transporti që mund të përdoren për të lëvizur personelin, qoftë stafin ushtarak amerikan apo civil, nëse është e nevojshme. Këto nuk janë aeroplan luftarak, sqaroi ai. Ato janë pjesë e bashkëpunimit rutin dhe përgatitjes për evakuime të mundshme. Ndërkohë, në rrjetet sociale qarkulluan disa video që tregonin avion luftarak që po fluturonin mbi qiellin e kryeqytetit shqiptar, me rrjetet sociale që u mbushën me shkrime referuar këtij aktiviteti jo fort të zakonshëm. Në rrjet, patjetër nga ata që thanë se nëse Shqipëria bëhet rrugë kalimi për avionët luftarak amerikan që shkojnë në mbrojtje të Izraelit, rrezikon indirekt nga konflikti armatosur që ka mbërthyer lindjen e mesme. Shqipëria është përdorur prej kohësh si një pikë kalimi e sigurt në krizat rajonale për shkak të vendodhjes së saj strategjike. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Christos Piris i tha CNA-s, ashtu si në emergjencat e kaluara në Sudan dhe Liban, Shqipëria është pasur gati të mbështesë operacionet e evakuimit përmes planit të saj humanitar STIA. Zyrtarët nuk pranuan të thoshin saktësisht se sa aeroplan kanë zbarkuar, por konfirmuan se një numër i vogël aeroplanësh transporti janë aktualisht të stacionuar si në bazën e Pafos, edhe në aeroportin e Larnakës si pjesë e masave paraprake. Kjo nuk ka të bëjë me operacione ushtarake, kjo ka të bëjë kryesisht me qëllime humanitare, duke mbështetur civilët që largohen nga zonat e konfliktit, tha Pieris. Ndërkohë, ministri Palmas vui në duke gjithashtu se Shqipëria pret rregullisht avion dhe forca detare nga vendet aleate ose mike, dhe se anijet ndërkombëtare po monitorojnë rajonin më të gjerë nga ujërat e afërta. Autoritetet thanë se kanë ndjekur nga afër situatën e sigurisë rajonale gjatë 6 ditëve të fundit dhe kanë marrë të gjitha masat e nevojshme emergjente për të siguruar sigurinë publike.